Do e hiqim nga puna shoferët. Në Kini isha tani montor në fakt, edhe porosita një 2 gjëra online. Ma solli një makinë verë vetëm pa shofer. Pra, pjesa e shërbimit postës ishte pa shofer, makina e hapa aty, skanova QR kodin, zorra pakun e mora, i kam vonë. Si do jetë pas 10 vjetësh, do e hiqim nga puna shoferët? Për Shqipërinë është pak e vështirë. Jo për shkak të terrenit edhe për investimet, por për shkak të mendësisë. Një me kur mbase e kapin se mbase me këto mobike, me këto skuteret elektrike me pas suksese të mëdha ndërkombëtare. Kjo është një problem pse nuk investohet në Shqipëri. Po të shikosh krahasuar me rajonin, apo të shkosh në Maqedoni, shikojnë që ka kompani më të mëdha se ne, kompani vendase që kanë investuar edhe sa tjetër njëta gjë është për Malezi, Bosnia, nuk flas për Serbinë sepse është tjetër nivel Serbia, po nëse krahasojmë me rajonin. Do të thonë Shqipëri frika më e madhe që ti ke për biznesin është mendon që po sigurt ma vjetin, po sigurt ma prishin, është sfidë vetë. Nëse ne shikojmë që tani në Amerikë po bëhet kjo, në Shqipëri do vi pas 20 vitesh.